Trumpit, ata 15 ushtarë Gjerman, pas 2 ditëve u kthyen përsëri në Gjermani. Mirëpo presidenti Trump e përmendën, thotë janë 2 qenë të cilët e mbrojnë këtë Grënlandën, për shkak se Grënlanda nuk ka ushtri, ka ata qenë me skia, çka i transportojnë njerëzit, dhe ndoshta thotë mund të sjellin ndonjë qenë më shumë që ta mbrojë Grënlandën. Pra në aspekt ushtarak as që diskutohet, kjo edhe për faktin se SBA ka baza ushtarake në Grënland, dhe edhe pse ne thuajmë që Grënlanda i takon Danimarkës, Grënlanda nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, kjo për arsye se ata kanë bërë një referendum në Grënland, 10 vite, disa dekada më herë, kur janë shkëputur prej Bashkimit Evropian, dhe arsyeja ishte për shkak që shtetet e Bashkimit Evropian mos i shfrytëzojnë ujërat detare të Grënlandës për shkak se territor shumë i madh për peshkim. Pra ata industri të vetme në Grënland e kanë peshkimin, dhe prandaj edhe nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, edhe pse Danimarka prej vitit 1973 është pjesë e Bashkimit Evropian. Pra të gjithë këta kritika që i bëjnë SBA-s nga Bashkimi Evropian, është për arsye se ata kuptohet që duhet të dalin faqebartë para votuesve të tyre, ja për shkak se parashtrojnë pyetje votuesit e tyre, si është e mundur që ju territorin e Grënlandës t'ja jepni SBA-s, përderisa neve na thuani që duhet të luftojmë në Ukrainë, ta mbështesim Ukrainën, për shkak se Rusia don ta okupojë atë territor. Pra, e gjitha është më shumë politike mbrëmshme, se sa ta quajmë konflikti vërtet në mes SBA-s dhe Evropës. E qartë. Ndërkaq zoti Dauti, historikisht çarja me instalatëve perëndimor kanë krijuar këtu edhe hapësira që aktorë të tretë të shfrytëzojnë ndoshta për interesat e tyre strategjike, dhe në këtë rast a është duke përdorur Rusia këtë situatë për të dobësuar edhe unitetin euroatlantik? Po nuk ka një unitet në Bashkimin Evropian, e lere më një unitet në mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Rusia është e përqendruar në obligimet e tyre që i ka në Ukrainë, nuk është se përzihet shumë se çka do të bëjë SBA-ja dhe Evropa për çështjen e Grënlandës. Ne dim që në Bashkimin Evropian, Hungaria, Slovakia, Çekia, po edhe disa shtetet të tjera nuk e përkrahin në luftën e ta quajmë perëndimit apo NATO-s kundër Rusisë në Ukrainë, dhe është konflikt në mes tyre. Mirëpo kuptohet që edhe në NATO ka mosmarrëveshje të mëdha, për shkak se për shembull Spanja nuk pajtohet që ta rrisë buxhetin në 5% të GDP-s së tyre për investime në ushtri, për shkak se të gjithë ata armatime blehen nga SBA-ja. Nuk kanë të drejtë, për shembull Spanja apo Portugalia që janë pjesë në NATO-s, apo edhe Shqipëria, ta fusim këtu, që të blej armatime nga Rusia apo nga Kina. Pra të gjithë këta shtete janë të detyruar që të blejnë nga SBA-ja, dhe kuptohet që industria e ushtrisë e SBA-s i shfrytëzon evropianët, i shfrytëzon taksapaguesit evropian për të pasuruar ata. Dhe të gjithë armatimet që blehen në luftën për në Ukrainë, i paguajnë vetë taksapaguesit evropian për interesat e ndoshta edhe të SBA-s në Ukrainë. Pra bëhet fjalë për një vazalitet të Evropës kundrejt SBA-s, një shfrytëzim i Evropës nga ana e SBA-s, dhe kjo e gjitha me fajt të politikanëve evropian, të cilët janë në çdo aspekt të dobët dhe janë duke e shkatruar Bashkimin Evropian si ekonomikisht, po si edhe kulturalisht. Pra është në nivelin më të ulët të zhvillimit Bashkimi Evropian, për shkak se e gjitha ka hyrë në një recesion ekonomik dhe nuk dihet se mbas 10 viteve a do të ketë Bashkim Evropian. Qartë, zoti Dauti, nga ana tjetër, deklaratat e fundit të ministrit të jashtëm rus për Grënlandën kanë rikthyer në debat dhe çështjen e kolonializimit dhe sovranitetit në Arktik. Si shihni këto deklarata, janë nga njëra anë vetëm retorik politike apo mund të jenë edhe pjesë e një strategjie më të gjerë ruse?
Po nuk është se bëhet fjalë për kolonializim, për shkak se Grenlanda e gjitha ka 60.000 banor dhe nuk është se do të shfrytëzohet ajo populata e tyre. Territori i tyre ka mund çdo herë të shfrytëzohet, nuk është se nuk e kanë pas atë të drejtë amerikanët apo kapitalistët amerikanë që të hapin miniera, të eksploatojnë tokën e Grenlandës dhe kjo nuk është çështje kolonializimi. Mirë po kemi çështje kolonializimi me çështjen e Venezuelës, kemi bërë edhe video për atë situatë, pra aty gjithet nafta e Venezuelës dhe shitet në treg dhe ata para i merr SBA-ja. Kuptohet që Venezuela ka 30 milion banor dhe të gjitha ata mund të shfrytëzohen, pra në këtë rast kemi çështjet e kolonializimit. Mirë po, presidenti Trump me doktrinën e tij, ai nuk beson që kolonializimi është diçka negative. Ai përderisa ka pushtet, beson që e ka të drejtë dhe thotë që nuk do të mbetem vetëm këtu, do të vazhdoj me kolonializimin e shteteve të tjera, sidomos në Amerikën Latine. E qartë. Ndërkaq, zoti Dauti, dominimi i Kinës në tregun e metaleve të rralla ka ngritur sigurisht dhe shqetësime serioze në perëndim për varësinë strategjike dhe ekonomike. Sa e rrezikshme është kjo varësi për SBA-n dhe vetë Europën? Po minierat e rralla dhe është ka përvoja e madhe e Kinës në këtë industri, për shkak se edhe Evropa edhe SBA-ja, të gjithë ata punë të rënda, ta quajmë të industrisë së rëndë, i dërgonin në Kinë që të prodhohen. Ashtu që ata e neglizhuan SBA-ja dhe Evropa industrinë e rëndë dhe ja që tani kanë problem. Nuk është problemi se ata nuk i kanë ata materiale, po është problemi se nuk e kanë teknologjinë që t'i përpunojnë ato materiale dhe kuptohet me zhvillimin e teknologjisë, sidomos me internetin, me inteligjencën artificiale, me qipat e ndryshme që duhet të prodhohen, por me mineralet e rralla po ashtu janë të nevojshme shumë për industrinë e mbrojtjes, dhe ne e dim që lufta në Rusi dhe Ukrainë e dëshmoi dobësinë e NATO-s dhe tani ata duhen të armatosen përsëri si Evropa, po ashtu edhe shtetet perëndimore, për shkak se e shiqojnë se ka mbetur mbas me teknologji në aspektin ushtarak dhe përpiqen që të arrijnë kapacitetin e ushtrisë së Kinës, kapacitetin e ushtrisë së Rusisë, edhe kapacitetin e ushtrisë së Iranit. Nuk duhet ta përjashtojmë, për shkak se edhe Irani ka industri të madhe ushtarake, sidomos të raketave balistike dhe hipersonike, pra mund të paramendoni e gjithë Evropa, e gjithë SBA-ja, sot e kësaj dite, nuk mund të prodhojnë raketa hipersonike dhe kuptohet përderisa kanë mbetur mbas, janë të mbarur edhe nga mineralet e rralla, që shpresojnë që në një bashkëpunim me Kinës të mund t'i shfrytëzojnë ata minerale dhe të gjithat know-how të industrisë së rëndë që e ka Kina, t'ia përcjell shteteve të Evropës dhe SBA-s, por ata kanë mbetur mbas si Evropa dhe SBA-ja dhe nuk besoj që do të mund të arrijnë industrinë e Kinës në një kohë të shkurtër. Zoti Dauti, nga rivalitetet globale, burimet natyrore janë shndruar shpesh edhe në mjet e presioni, por sigurisht politik dhe ekonomik. A mund t'i përdor Kina metalet e rralla si një armë gjeopolitike, do ta shoja? Mund t'i përdor dhe i përdor, përderisa Kina nuk e ndjek politikën amerikane që të sulmoj shtetet, t'i okupoj ato dhe të shfrytëzoj. Politika e Kinës është, doktrina e tyre është shumë e thjeshtë, ata janë për një bashkëpunim ekonomik. Gjërat i shiqojnë në aspekt më afatgjatë, nuk është si çështja e SBA-s. SBA-t e shiqojnë se çka do të ndodhë deri në zgjedhjet e ardhshme. Për shembull, i kemi në nëntor 2026 zgjedhjet e Kongresit. Dhe gjithë politika e Trumpit është përqendruar se çka do të ndodhë në ato zgjedhje. Përderisa në Kinë është një sistem i vetëm politik, kemi një parti të vetme politike dhe stabiliteti politik sjell edhe stabilitet ekonomik, për arsye se ata nuk shiqojnë afat shkurtër, por afat gjatë.
dhe nuk ka nevojë thuajnë ata që t'i kolonializojmë ne shtetet, me të cilët nuk kemi marrëdhënie të mira, po ata përpiqen që gradualisht që t'i përmirësojnë nëpërmjet ndrimit të marrëdhënieve edhe arsimore, edhe ekonomike, edhe kulturore, edhe sportive, nëpërmjet ndihmave të ndryshme që kinezët u dërgojnë sidomos në shtetet e Afrikës, dhe ne e dimë që Afrika është shumë e pasur me minerale, edhe Amerika Latine, dhe nëse e shiqem në aspekt global, Kina investon me të mëdha në industri të ndryshme. Ne mund të shiqem, nuk ka nevojë të shkojmë në Afrikë dhe në Amerikë Latine, mund të shiqem në Ballkanin, ata investojnë shumë në Serbi, po ashtu kanë marrëdhënie të mira me Greqinë, janë duke investuar shumë, sidomos në ndërtimin e anijeve në Greqi, po nëse shkojmë edhe më herët, na kujtohet sistemi komunist gjatë kohës së Enver Hoxhës, pra kishte investime të mëdha në Kinë, në fakt në Shqipërinë nga ana e Kinës. Pra kjo është politikë afatgjate e Kinës, të cilat nuk i shiqojnë shtetet për t'i shfrytzuar kolonialisht, por i shiqojnë si një strategji afatgjate që në disa dekada të formojnë marrëdhënie të mira dhe të përfitojnë të dy shtetet, edhe Kina, po edhe shtetet në të cilat ata investojnë. Zoti Dauti, nga ana tjetër, rivaliteti për Groenlandën po zhvillohet disi në heshtje për duke parë edhe zhvillimet e fundit, por pasojat e tij ndoshta mund të jenë edhe afatgjata, por edhe globale. Cili është skenari më realist dhe cili më i rrezikshëm për të ardhmen e këtij territori? Skenari është se SBA nuk përfiton asgjë nga okupimi i Groenlandës. Groenlanda pra është në afërsi të SBA-s, ata kanë mund ta shfrytëzojnë çdo herë. Skenari është se do të prishen marrëdhëniet, sidomos të Evropës me SBA-n, për shkak se Trumpi ju kërcënohet se do t'u vë tarifa dhe taksa të ndryshme mallrave të Unionit Evropian. Pra do të vuaj edhe më shumë ekonomia e Evropës, industria e Evropës. Mirëpo nëse mbas 3 viteve nuk do të jetë më presidenti Trump, unë besoj që gjithë rrethanat mund të ndryshojnë. Përsëri mund të kemi një afrim të marrëdhënieve mes Evropës dhe SBA-s, për shkak se kjo është më shumë çështje personale se strategji e SBA-s. Pra kjo është një dëshirë e presidentit Trump, e egoizmit të tij, që të arrisë territorin e SBA-s dhe të mbetet në histori. Ai shiqon historinë dhe i kujtohet se ndonjë president e ka marrë Teksasin, ndonjë tjetër e ka marrë Louisianën, një president tjetër e ka marrë Kaliforninë, New Mexico, Arizona, pra të gjithë këta nuk kanë qenë pjesë të SBA-s kur është formuar SBA-ja. Këta territore gradualisht janë bashkangjitur territorit të SBA-s dhe ai do të hyjë në histori si president i cili e ka zgjeruar territorin e SBA-s. Po ne besojmë që Groenlanda nuk do të jetë problem. Problem do të jetë nëse ai në të vërtetë tenton që ta aneksoj edhe Kanadën, dhe nëse tenton që ta aneksoj Kanadën, atëherë do të bëhet fjalë për një krizë më e madhe, po edhe ndërkombëtare, nuk përjashtohet. E qartë, mirë, zoti Dauti, për ta mbyllur pyetja e fundit, është zhvilluar një bisedë telefonike mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe atij turk Recep Tayyip Erdogan, e cila vjen në një moment delikat për linjën e mesme me tensione të larta pranë në Siri dhe Gaza. Si e keni parë, çfarë është diskutuar dhe cili është sinjali politik e cila dërgon kjo bisedë? Marrëdhëniet e presidentit Trump janë të mira me presidentin Erdogan. Unë